Përshëndetje zonja dhe zotëri, mirë se vini në podcastin e radhës Mos e është, podcast i cili synon gjithmonë të japi zë të gjitha kategorive dhe grupeve të interesit në qytetin e Përgradecit, por jo vetëm, duke ngritur më tej kauzat apo duke si themi, duke katapultuar dhe çështje të tjera me interes të lartë për komunitetin. Për këtë arsye, në fakt, unë kam një mik sot në studio, është Saimir Mekolli, koordinator për personat me aftësi të kufizuar pranë drejtorisë sociale të shërbimit në Bashkinë e Përgradecit. Saimir, shumë kënaqësi që të kam sot në studio. Faleminderit i nderuar Armand. Të falenderoj edhe ty për ftesën dhe për emisionin tuaj. Faleminderit për mundësinë që na jepni për të shprehur mbi shqetësimet apo problematikat për personat me aftësi të kufizuar, por jo vetëm për shqetësimet, por edhe në një farë mënyrë, në një formë sensibilizimi për të gjithë personat me aftësi të kufizuar. Faleminderit, Saimir, ju keni vite që jeni në këtë pozicion dhe detyrimisht edhe pozita juaj ju lidh në përditshmërinë tuaj me të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuar. Po. Sa është numri i personave me aftësi të kufizuar në rrethin e Përgradecit dhe gjendja e tyre se si trajtohen, paktën qoftë nga organizat shtetërore, por qoftë edhe nga aspekti komunitar, nga vetë komunitete. Duke marrë numrin e përgjithshëm të personave me aftësi të kufizuar, është rreth 1700 persona me aftësi të kufizuar, por çështja është që ato kategorizohen në kategori të ndryshme dhe unë më tepër rëndësi dhe problematikë pavarësisht të kategorisë, për shembull verbërisë, paraplegjisë apo të tjerë, është një dallim i madh dhe thelbësor për shembull për kategorinë e parë dhe e dytë, po më e vështirë është kategoria e parë që ka nevojë për shërbimet më të specializuara. E kuptoj, vetëm pak ditë më parë ne patëm ditën botërore të personave me aftësi të kufizuar, apo jo? Po. Është një nga ditët që jo vetëm na përkujton se si ne i trajtojmë personat me aftësi të kufizuar në komunitet, por nga ana tjetër është edhe një thirrje për sensibilizim të plotë, apo jo? E vërtetë është dita ndërkombëtare, ka ardhur si rezultati i kartës të drejtave të njerëzit, kartës OKB-s, dhe nga karta e të drejtave të njerëzit disa seksione të saj janë shkëputur duke u bërë si seksione më vete, për shembull për personat me aftësi të kufizuar dhe Asamblea e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara vendosi për shembull që nga viti 1992 3 dhjetori të jetë dita e personave me aftësi të kufizuar. Por dua të shtoja diçka nëse më lejon. Në Shqipëri është kthyer si në formën e festës ose në formën e gëzimit, në formën e relaksimit, nuk e di se si mundet ta shpjegoj se s'po gjetem në fjalën e dur, po në fakt në botë është për shembull në formë proteste dhe në formën e kërkimit të shërbimit duke rritur cilësinë dhe kërkesat për shembull për personat me aftësi të kufizuar. Jo. Është mëse normale sepse ne ditën ndërkombëtare, nëse bota ka protesta, ne kemi shndruar komplet ndryshe, duke marrë shkas nga 1 maj, dhe edhe nga 8 marsi pastaj më tej. Kështu që vërtet është për të ardhur keq për shembull kjo gjendje për shembull në Shqipëri i shndrimit të këtyre modeleve që vijnë nga bota për shembull për arsye sepse shndrohet thelbi dhe konteksti i festës ose sa të përfaqësuar janë personat me aftësi të kufizuar, qoftë në aspektin e pozicioneve të punës, qoftë në aspektin e vetë angazhimit qytetar apo dhe nëpërmjet grupeve të interesit që mund të jenë OJF-t dhe organizata të ndryshme. Personat me aftësi të kufizuar po të marrësh në kontekstin e madh demokratik në parim, domethënë të drejtat janë të drejtat themelore, ekzistojnë. Por problemi është që disa
nuk kanë mundur dot të arsimohen për shumë arsye, qoftë për arsye sensibilizimit të familjarëve, qoftë për arsye të mos përshtatjes së infrastrukturës, kanë qenë në zona të thella etj. Edhe në të vërtetë për shembull këta lloj personash me aftësi të kufizuar e kanë problem edhe integrimin, edhe socializimin, apo është më e vështirë se sa pjesa tjetër e shoqërisë. Duke ardhur pasaj problematikat në vijim, do me thënë duke u shtuar, jo të lehtësohen, sepse mos arsimimi i mirë domosdoshmërisht sjell edhe mos punësimin. Do më thënë, a ka një statistikë të përgjithshme të paktën në rang kombëtar, nëse flasim të personave me aftësi të kufizuar, të cilët janë të parsimuar nga aspekti të paktën deri në arsimin bazë. Në Shqipëri ndodh një fenomen i veçantë, le të themi, ashtu siç ishte edhe shoqëria shqiptare në një farë mënyrë, për shkak që një periudhë duke u arsimuar jo sipas dëshirave, po sipas modës, thjesht duke bërë një shkollë, po ose edhe shkollën e gabuar, apo nuk e di se si, pa u marrë shumë për shkak me pjesën e formimit të karrierës ose me konsultimin e karrierës, ose pa informuar për shkak për profesionet, e kupton? Me aftësinë e kufizuar në Shqipëri ndodh për shkak shumë pak persona, ndodh për shkak që janë mirë arsimuar, le të themi, kanë edhe më shumë se 2 master kur i bie fjala. Pjesa tjetër, fatkeqësisht që është më e madhe, pjesa më e madhe e personave si të kufizuar, nuk kanë mundur dot të kryejnë arsimimin elementar, edhe që e cila i pengon shumë në jetë. Jo, nëse flasim ky është një kontribut familjar, besoj apo jo. Janë familje të cilat janë munduar, nuk është fal institucionit. Është edhe fal institucionit, për arsye sepse kur rreth vitit 2014, mos gabosha, kur u mbyll sistemi i part-time të universiteteve, të gjitha universitetet private edhe part-time, pati problematika, për shkak u mbyll edhe part-time për shkollën e mesme dhe nënveçare. Do thosh ti sa e rëndësishme dhe ç'vlerë ka ajo. Ka vlerë sepse për personat me aftësi të kufizuara, aftësia e kufizuar nuk vjen vetëm që në lindje apo në një moshë caktuar, qëllon për shkak që një person mund të smuret klasë të 2, klasë të 5, klasë të 7, dhe derisa ai të mjekohet, të kurohet, edhe mund të ketë pengesa, për shembull 2-3 vite, po e them, të ndërprerjes së arsimimit. Dhe me ndërprerjen e arsimimit, pastaj ka ndodhur që ai se ka rifilluar më dhe është stopuar aty. Për sa i përket reintegrimit komunitar? Reintegrimi është një lloj problematike, për arsye sepse shumë persona ndodhen në një situatë relativisht të vështirë, për shkakun sepse zërat e tyre edhe nuk janë dëgjuar, organizatat nuk kanë marrë, për shkakun siç ka ndodhur në shtetet e tjera që kanë bërë punë më tepër punë praktike ose punë konkrete, si të themi, duke krijuar fabrika, punishte për të bërë punë vërtet që ata të jenë të dobishëm sipas nevojës dhe specifikës që kanë personat me aftësi të kufizuar. Këtu ne jemi jashtëzakonisht pas kësaj gjëje. Duke të marrë disa shembull, nëse më lejon. Në Austri shumë persona janë lënë për shembull gjitha kështjellat e vogla ose në zonat rurale, kishat të vjetra në zonat rurale janë vënë për shembull në dispozicion të personave si të kufizuar për t'i administruar. Dhe ato të ardhura, për shembull, ata plus që e mirëmbajnë, po plus edhe fitojnë të ardhura nga vizitorët, me caktimin e biletës, për shembull, atje edhe të tjerë. Po kjo është shumë e dobishme.
Nuk them. Po. Dhe ose për shembull në shtetin gjerman për shembull, ndodh që fabrika të ndryshme që kanë pasur dimension tjetër për shembull për supozojmë prodhimin e radio ose prodhimin e televizionit. Ajo mund të ketë ndryshuar prodhim, mund të ketë ndryshuar, nuk e di, por çfarë ndodh për shembull atje është më e lehtë për ta përshtatur për personat me aftësi të kufizuar, sepse ndërtesat janë, menca është, transporti është, pra kostoja është më e ulët se sa ta fillosh për shembull nga e para një diçka për shembull kur ti nuk ke asgjë, siç ndodh për shembull në Shqipëri apo në vendet e Ballkanit. Do të dalëm pak në një element tjetër që edhe ju e përmendët pak gjërësisht infrastruktura për shumë elemente, pra për personat me aftësi të kufizuar, kryesisht që nga infrastruktura rrugore duhet përmendur apo jo? Po, qoftë me rampat nëpërmjet institucioneve, rampat në zonat kryesore, nëpër shkolla etj. Dhe deri tek sinjalistika për personat e verbër apo jo? Po sigurisht. Madje do të shtoja një diçka, ne kemi një ligj shumë të mirë, që është ligji i shfrytëzimit të hapësirave publike. Edhe ai jo vetëm që i ka detajuar, për shembull qoftë nëpër muzeume, qoftë nëpër vendet arkeologjike, qoftë nëpër ndërtesat institucione të ndryshme e të tjera, por ligji i shfrytëzimit të hapësirave publike ka parashikuar për shembull edhe fonde dhe nene të veçanta për rindërtimin dhe rikualifikimin e ndërtesave të vjetra. Për shembull që ato të përshtaten me ashesor, ato të përshtaten për shembull me shirita në relief që personat e verbërt mund të ndjekin me një shkop mund të ndjekin shiritin dhe për të orientuar. Gjë e cila kjo është vërtet për të ardhur keq, jo vetëm kjo që nuk zbatohet për shembull për ndërtesat e vjetra, por ato nuk po zbatohet për ndërtesat e reja që kanë problematika. Për shembull ndërtesat e reja ndodh për shembull që i bëjnë hapësirat, rampën e bëjnë jo funksionale, o të pjerrët më shumë se ç'duhet, saqë ka pjerësin 8% a 12%, jo më shumë se kaq, besoj, s'jam i sigurt për të. Ose për shembull ngushtojnë hapësirën e hyrjes për në anshesor, dimensionet e shkallëve, e shumë gjëra të tjera, domethënë që askush nuk i merr parasysh këto gjë, po ajo ndërtohet sot, po ngelet për gjithmonë për shembull. Edhe është vërtet problematike. Po, është më së qartë sepse flasim për një kategori e cila ka të drejtat fituara me pushtetut me ligj, por në studiot shqiptare më shumë zgjidhet të flitet për LGBT sesa për personat me aftësi të kufizuar. Dhe kjo është një masakër e tmerrshme që ndodh në Shqipëri, nuk ndodh në asnjë vend tjetër. Minimumi do të përshtatur, ky është një perceptimi im, si e gjykoj unë. Unë të falenderoj shumë dhe më vjen shumë keq dhe shpesh herë në këtë lloj forme dhe këto që përmend ti për shembull, mua vërtet më ka ardhur jashtëzakonisht keq dhe në një farë mënyre edhe inat, me thënë të drejtën, pse duhet të promovohet një diçka që nuk është as nevojë dhe as domosdoshmëri për shembull. Ne po flasim për nevojat këtu realisht. Po pra, kjo është nevojë. Dhe ti nuk i jep zgjidhje për shembull personave si të kufizuar që kanë të pamundur funksionalitetin ose po jetesën e përditshme. Jo se po e bëjnë për mod për shembull siç mund të ndodhin për ato kategori që përmendet ti, që kjo është një masakër e përgjithshme që ndodh në gjithë rrafshin e politikbërjes. Flas qoftë qendrore, më shumë atje ndihet. Gjithsesi, mendoj që duhet ketë patjetër disa të drejta të cilat duhen dëgjuar dhe duhen zbatuar ashtu siç edhe i parashikon ligji, ëh. Dhe më vjen jashtëzakonisht shumë keq kur shoh dhe dëgjoj shumë shpesh që kategoritë e personave me aftësi të kufizuar sot e kanë të pamundur në shumicën e rasteve të arsimohen, të kenë akses në institucione të ndryshme,
është e vërtet dhe përveç Tiranës që ka prurje nga të gjitha rrethet, për shkak që mund të gjesh po e them qindra persona të arsimuar edhe disa dhjetra të punësuar, jo më shumë. Edhe pjesa tjetër vërtet është shumë keq, për shembull, janë në shtëpi, nuk kanë mundësi të dalin, të integrohen, të mësojnë edhe të shfaqin talentin e tyre etj. Por duke marrë parasysh për shembull që dhe dimensioni që ndryshimi që ka pësuar edhe shoqëria jonë, për shembull, që me hapjen e pluralizmit, le të themi, që dhe për shembull filloi dhe emigracioni i madh i personave, çka do të thotë këta persona për shembull nesër pas nesër ngelen edhe të vetmuar në një farë mënyrë. E di çfarë më bën përshtypje, më fal se më gjet në depres. Unë shpesh merr me kronika sociale. Po. Jam vetë gazetar kronike, por janë tjetër edhe në universitet kam lëndë të ngjashme që unë jap për studentët për sa i përket kategorive me probleme sociale, kryesisht edhe persona me aftësi të kufizuar. Por ajo që shihet se tek ajo që ju përmendët, tek largimi. Me atë që po ndodh me largimin sot, institucionet edhe të shërbimit social flasim, qofshin këto të aspektit të organizatave, jo fitim prurës ose fundacioneve, edhe më tej tek vetë institucionet publike kanë të vështirë të gjejnë kuadrin e duhur të funksionalitetit, pra specialistë të rinj. Dhe për më tepër, unë e evidentoj me shumë problem këtë pjesë dhe me një keqardhje tepër të madhe, që edhe të rinj të cilët po dalin sot nga universiteti, të profilizuar për të ndihmuar personat me aftësi të kufizuar, vinë si profesionist jo human në aspektin njerëzor. Edhe ndodh, po do shtoja pak për shembull idenë që kisha, për shembull që nëse dikur për shembull shoqëria ishte e madhe, familja ishte e madhe, kishte 4 motra, vëllezër shumë apo edhe kushërinj ishin më të afërt etj. Sot për shembull personat me aftësi të kufizuar janë të vetëm, jo se për fajt të tyre, jo vetëm ata, po e gjithë shoqëria, domethënë për shkak të emigracionit. Por para e tyre, siç e thash, për shembull që kush është i parsimuar dhe i pa punë, domethënë edhe shpeshherë shumica prej tyre nuk kanë arritur edhe të krijojnë edhe familje, për shembull, edhe çka do të thotë që është një fatkeqësi e madhe, për shembull, për kush do kujdeset për ta, për shembull, pas largimit, për shembull, të prindërve të tyre, që është gjëja më e afërt dhe personat më të afërt që kujdesen. Po prandaj jap një hapësirë të madhe për shembull dhe gjithmonë sa herë që kam patur mundësi në për emisione apo në për kronika të ndryshme i kam shuar shumë faktit të arsimimit. Arsimimi është çelësi i suksesit, për shembull për çdo njeri. Vërtet mund ta ketë të vështirë ose shumë të vështirë ose nuk e di se si, por kjo është do ta ndihmoj vërtet për shembull nëse ka një arsimim të dur, do ta ndihmoj vërtet për të ardhmen. Ai më vjen mirë. Më vjen mirë që arsimimi shihet si port e garancisë, do të thënë. Unë përpos se pjesë do të kthejmë edhe një element tek personat e talentuar, pjesë e personave me aftësi të kufizuar. Në fakt, sa janë hapësirat e tyre për të qenë qoftë në skena, qoftë në vetë institucione, sepse ne po e përmendim për personat të cilët janë të arsimuar, por janë edhe disa të talentuar. Apo qoftë edhe brenda shkëlqimit brenda shkollës. Po e drejtë është vërtet ashtu si thoni ju, ne ka element personat me aftësi të kufizuar, se s'po marr për shkak vetëm kategorinë time për shkak se un kam probleme me shikimin verbërin, për shkak, po të gjitha të tjerat, kategoritë e tjera, është bërë nëse ka hapësirë, për shkak nëse jepet mundësia, ai vërtet mundet të shkëlqejë. Nëse ka elementet e duhur për të arsimuar, nëse arsimimi i tij i lehtësohet në një farë mënyre, ai vërtet shfaq talentin e tij njësoj si bashkëmoshatarët e tjerë.
Sa për informim, domethënë, po e supozojmë kategoria e të verbeve, nuk ka pengesa përveç, po themi tani, lëndëve të mjekësisë apo ku ta diun se çfarë, ata mund të jenë të muzikantë shumë të mirë, juristë shumë të mirë, fizioterapistë shumë të mirë, pra mund të punojnë në shumë profesione të ndryshme. Për kuriozitet edhe për teleshikuesit tuaj, për shembull në Kinë është vendosur për shembull që fizioterapia t'ju kaloj personave parësore, duhet të jenë personat e verbër, duhet ai vend i lirë i punës. Dhe në Kinë për shembull fizioterapist ka mbi 850.000 persona të verbër që punojnë në fizioterapi. Çka shteti ja ka garantuar atë për shkakun që parësore është për personat e verbër. Nëse qëndrojmë në kategori për Shqipëri, pas ka një problem shumë i madh. Një pjesë e akteve apo dokumentacioneve nuk vijnë edhe me alfabetin e përshtatshëm. Sigurisht. Po se tabelave. Po, qëndrojmë më tepër. Ose në disa vende europiane për shembull, kujdesin e klientit për telefonin, për shembull duke punuar për kompani të ndryshme, atje personat e verbër këtë si centralist, pra le të themi, se nuk është më fjala e dur tash centralist, operator telefonik, po, saktë, faleminderit. Operator telefonik është lënë në disa vende në Itali apo në Gjermani, është parësore për shkak për personat e verbër, sepse ata mjaft mirë komportohen në këtë formë. E un kam një shokun tim, në Elbasani, rri në Itali, edhe ai punon operator telefonik për shembull tek porti i barit. Edhe shpërndan telefonatat sipas drejtorive për kace, por është jashtëzakonisht i kënaqur me pagesën e me punën edhe me të gjitha, domethënë. Para se të kaloj tek pagesat, sepse kjo kategori më tepër është për shkakun që përshtatja e punës që mjafton që të ndihesh mirë, se një punë që ti e bën mirë me dashuri, me kënaqësi, kur i thon fjalës, është gjysma e suksesit dhe vlen. Qartë. Qëndroj pak tek pjesa e punës. Unë e përmenda pak më sipër institucionet në Shqipëri. Si janë në raport punësimi me personat e verbër apo me personat me aftësi të kufizuar? Le të themi shumë të ngurtë. Një hapje, le të themi, ka ndodhur rreth viteve 2019-2020. Ka pasur në disa bashki, për shembull, disa punësime të pakta, por të kudo gjindra, le të themi, në të gjitha bashkitë në Shqipëri. Në sektor të ndryshëm, për shembull qoftë në turizëm, në shërbimin social, në sociolog, psikolog, edhe të tjerë. Po çfarë ndodh për shembull që nuk bëhet ai rregullimi, siç thash, ai rregullimi dhe përshtatja. Edhe sikur një person për shembull të jetë i licencuar, apo dhe një person për shembull të ketë arritur rezultatet e tija, do t'i vinë ofertat sipas ligjit, për shembull do vinë ofertat sipas ligjit. Ja, për shembull marrim rastin tim, unë kam mbaruar për mësuesi, kam marrë licencën. Në mësuesi jam, le të themi, nga kategoria e të verbëve, nuk besoj se ka një person tjetër, se për kategoritë tjera ka pasur, për juridik që janë licencuar, kanë ushtruar profesionin e tyre në avokatit, licencë avokatit tjere. Pse nuk e ushtroni këtë profesion? Për shembull, një nga pengesat që është, sepse tani shteti nuk më favorizon mua të më sjell një vend pune në qytetin tim, por mi sjell kërkesat më të afërta për shembull, po gradet vinë kërkesat Berat, Gramsh, gjë e cila është e pamundur për një person normal, jo për mua. E vetmja kjo gjë, çfarë mund t'i kushtoj shtetit? Janë normal këta që çojnë këto kërkesa? Çfarë mund t'i kushtoj shtetit për shembull kjo gjë?
rregullimi i një vendimi të tillë për shkak për përshtatjen në qytetin tim pak. Po i rrofshin aktet atë, i rrofshin aktet dhe ligjet. Dhe çështja është që duhet zbatuar ligji. Dhe mua më punson ligji, më punson portali i mësuesit sipas pikëve. I ke kaluar të gjitha këto etapa? Sigurisht që i kam kaluar. I kam kaluar dhe më vinë ofertat në Elbasan, Peqin, Gramsh, sa më larg të mundur. Kjo nuk është vetëm për mua. Është se për mësuesin për shembull duhet bërë një marrëveshje e madhe kombëtare le të themi sepse ai Pogradecit punsohet Korçë, ai Korçës punsohet Pogradec dhe është kosto edhe për shtetin për shembull sepse pse duhet të jetë kosto e shtuar sepse ata i dim shumë mirë për shembull që marrin edhe pjesën e rrugës e tjetër. Di çfarë më vjen ndërmend do të bëhet një marrëveshje pak më herët është bërë një akt në ligjor, ka dalë një akt në ligjor i cili i jep të mundësinë edhe specialistëve nga fusha të tjera, si për shembull juristëve apo ekonomistëve që të vinin të jepnin orë në gjimnaze apo në shkolla nëntëvjeçare. Unë nuk e kuptoj çfarë janë këto farsa kur kanë njerëzit e duhur, kur kanë kategoritë e duhura që përmbushin të gjitha kriteret dhe nuk i punojnë. Dhe në fund ditës i punsojnë me militant të 5-ës ose të 4-ës që mirë edhe ata pedagogët se si kanë kaluar. Çështja është për shembull në arsim është dhënë për shembull në zonat e thella malore kur ti një kërkesë nuk të plotësohet nga nga banorët vendas ose nga banorët më të afërt të një komune, të një rrethi etj. Mos prit për shkakun që kërkesat vakancat të plotësohet për shkakun nga një prefekturë tjetër, sa i ka koston ekstra. Jo, po s'keni në këto raste, nuk keni ku ankohen kur shkelen drejtat tuaja? Sepse kjo shkelje drejtës. Detyrimisht, ai ta pamundson, unë mendoj që edhe një person i cili mund t'i ketë është me aftësitë normale, dhe në qoftë se punsohet diku larg, e ka tepër të vështirë dhe nuk janë të pakta rastet kur unë besoj që japin dorëheqje njerëzit. Ju besoj se i keni parë edhe në emisionet investigative këtu në Shqipëri që një mësues për shembull që ka pasur paraliza të ndryshme apo problematika për shembull të këmbëve dhe kanë ecur për shembull në dibër me orë të tëra duke shkuar për shembull për tek shkolla. 2 apo 3 orë që nuk e bën dot më njëri nga këta të rinjt një. Po jo. Dhe ti imagjinosh për një person me aftësi të kufizuar. Dhe këto as që merren fare parasysh për shkakun se çfarë problematike ke ti dhe çfarë vështirësish ke ti për shkakun si person me aftësi të kufizuar. Nuk je i barabartë thot sipas ligjit. Le të vazhdojmë të flasim për LGBT-t. Jo, unë do doja të kaloja tek pjesa e shpërblimit në vetvete sepse unë mendoj edhe shoh këtë pjesë që një person me aftësi të kufizuara ka domosdoshmëri edhe një pjesë pagesa apo dhe rritjet e pagës, sepse duhet të jetë i barabartë me të tjerët, të paktën për sa i përket kësaj situate, apo jo? Po sigurisht, fjala e barabartë mendoj se nuk vlen. Nuk vlen për arsye, paktën këtu në Shqipëri nuk vlen për arsye sepse nëse rroga minimale sot është për shembull 450 dhe nga janari 2026 do shkoj 500.000 lekë të vjetra ose 500 euro prafërsisht. Le të themi pagesat e aftësisë të kufizuar janë tek 130.000 lekë. Tash ma llogarit një shifti sa herë me vogël është se rroga minimale, për shembull, një pagesa e aftësisë kufizuar. Nuk është as gjysma, as çereku, po i bie diku tek 20% e rrogës minimale. Çka do të thotë që si mundet nuk është as sa minimumi jetik, që është llogaritur rreth tek 250 euro, mos gabofsha. Por pagesat janë si thash rreth 120-130.000 lekë për shkak për aftësinë e kufizuar. Ne nuk 120.000 lekë të vjetra.
Të vjetra. Të vjetra 120 euro ose 130 euro, kaq që kemi mesatarisht. Dhe një fenomen tjetër. E di pse po qesh? Aq është konsumi ditori i karburantit të një funksionari apo drejtuesi publik. Dhe mua më vjen shumë keq për shkak nga kjo, se të bëjmë krahasimet me Europën ku duam të shkojmë. Marrim Francën për shembull. Është 1970 euro për shembull kategoria. Çfarë bën një person me aftësi të kufizuar me 150.000 lekë apo edhe me 300.000 lekë po theme? S'ka 300. Nëse do I merrte, çfarë do bënte me aq? S'ka 300, nuk ka asnjë lloj kategorie. Unë nuk barna terapi bëjnë personat me aftësi. Sigurisht që bëjnë, dhe kjo ka qenë edhe tek dita e aftësisë, dita ndërkombëtare e personave të kufizuar, dita 3 dhjetorit. Shumica për shembull e qendrave që kërkojnë që bëjnë fizioterapi, logopedi apo të tjerë. Problematika e tyre është për shembull që ato nuk kanë financim dhe kostet e tyre për të bërë fizioterapi dhe logopedi, ti e di shumë mirë për shembull për fizioterapi se sa mund të kushtoj për shembull një seancë fizioterapie. Minimumi 3.000 lekë të reja. Po kur shumë. Ai me ato pagesa për shembull I bie 5 ditë të shkoj atje dhe kaq. 5 ditë në muaj. Pa përfshirë asnjë kosto të tjetër, as ushqim, as si jetojnë se tani më duket është pak e di si qëndron në këtë vendin ton, se mirë. Ka një problem shumë pas, po nuk ti që nuk më njëri parasysh. Nuk më njëri seriozisht fare. Dhe unë nuk e kuptoj domethënë si urojnë njerëzit, si arrin urojnë njerëzit me kaq pak të ardhura. Sidomos personat me aftësi kufizuar. Dhe për mos thënë më tepër, pastaj që vërtet në mjerim dhe për shkak të këtyre, për shkak të pagesave ekonomike vijnë rezultatit mos arsimimi, mos integrimi, mos punësimi, mos krijimi familjes, edhe ata ngelen një barr vërtet e shoqërisë. Nuk dua ta them barr për shembull për shoqërinë, për personat me aftësi të kufizuar, por në këtë lloj gjendje për shembull që shteti nuk I mbështet për shembull për arsyet ekonomike, ai thjesht kthehet në një barr për të afërmit e vet. Vërtet është katastrofike, se mora dhe shembullin më përpara, për shembull që personat me aftësi të kufizuar, pagesat e personave me aftësi të kufizuar në Europë. Ne vërtet tani e krahasojmë me Europën, ku duam të shkojmë, ku duam të integrohemi, thonë jo, je larg, jo pse merr referencë shtetet perëndimore. Të krahasojmë me vendet e Ballkanit. Në Greqi pagesat e aftësisë të kufizuar janë gati 1.100 euro, në Kroaci ke 800 euro. Dhe edhe Kosova që është shtet gati 17 vite shtet I pavarur, le të themi, pagesa e aftësisë të kufizuar është 150 euro. Është më mirë atje se sa këtu në Shqipëri. Edhe është vërtet fatale kjo. Jo, unë këtu doja ta bëja pyetje personale, më shumë se kur shikon këtë lloj standardi dhe kur shikon fqinjën që janë shumë herë më mirë se ne, atë ka thënë mendja të ikësh ndonjëherë. Të shohësh këtë vend si të pajtueshëm. Sigurisht, por unë kam edhe pak natyrë nacionale. Nacionalizmi, sidomos kur fillon ndeshjet e kombëtares. Edhe nuk kam mundur tani për shembull më është venitur kjo lloj dëshire, po më përpara e kam pasur më të madhe, por tani mundohem për shembull që ti edukoj fëmijët për shembull me idenë që duhet ta duan vendin, duhet përpiqemi për vendin e këtë ande, po nuk e di, ndoshta jap shpresë të kot, ndoshta nuk e di, është historia do të tregoj pjesë kështu. Jo, do të ndroj pra tek pjesa e pagesës. Nëse ju folët për çështjen aktuale të tanishme të pagesave që trajtohen personat me aftësi kufizuar, sa duhet jenë ato që të jetë çdo gjë në rregull, të paktën në vendin ton. Sa duhet të indeksohen ato çdo vit? Mendoj për shembull që sipas një formule të drejtë, se jo se mendoj unë edhe dua unë edhe të realizohet se them unë, për shembull sepse dëshira ime është të jetë për shembull sa rroga minimale, por sipas vendeve të tjera, do marrim shembullin e botës, e Europës, ku duam të integrohemi etj.
ata I kanë zgjidhur për shkakun që pagesat e aftësisë kufizuar shumica e tyre janë sa 70% e pagesës minimale. Ose në shumë vende të tjera, për shembull, jo më e vogël se minimumi jetik. Çka do të thotë që ne me pagesën minimale as I krahasojmë, as 70%, as minimumin jetik që është llogaritur rreth 250 euro siç thash më përpara, por pagesat janë rreth 120-130 euro. E kuptoj, keni shoqata që mbrojnë të drejtat tuaja? Po, sigurisht. Po çfarë bëjnë këto kur ato tani janë kthyer në shumicën e rasteve si kudo, jo vetëm shoqatat e aftësisë kufizuar, me sipunë sindikatave të gazetarëve. jo vetëm sindikatat e gazetarëve, po është vrarë sindikalizmi këtu në Shqipëri dhe çka do të thotë nuk kanë më rol në këto organizatat. Po duhet di sepse ju specifikuat, por ka një listë paktën me objektiva apo me sugjerime, rekomandime që mund t'i jepen dhe ministrive të linjës për personat të cilët nuk kanë asnjë të punësuar. Personat me aftësi të kufizuar që nuk kanë asnjë të punësuar. Çfarë ndodh me ata? Sipas ligjit 93/2014, edhe po në vitin 2014 është miratuar edhe ky ligj, atje janë specifikuar jo vetëm për ministritë e linjës, por edhe në rang agjencie dhe drejtorie. Plus edhe në rang bashkie për shkak me domosdoshmëri, çdo bashki, çdo ministri duhet të përshtatet madje jep edhe detajet për përshtatjen e vendit punës, jep edhe jo vetëm që vendi punës të përshtatet, po kanë nxjerrë edhe udhëzime të tjera, për shkak që nëse ti merr një person të kategorisë grupit të parë, ty të lindë drejta dhe shteti të subvencionon rreth 1 milion lekë të vjetra se $1.000 për përshtatjen e vendit të punës që ke arritur ti krijosh një personi me aftësi të kufizuar. Por çdo shoqëria jonë është mosbesuese, shoqëria jonë edhe drejtuesit tan fatmirësisht e kanë zemrën të ngushtë, janë mosbesues për arsimimin, nuk kanë besim edhe përgjithsisht I shmangin këta lloj personash pavarësisht se pavarësisht që mund të jenë shumë më të zotë se vetë ata. Po. Edhe të them me bindje në shumicën e rasteve të shumicën e rasteve kanë dalë me rezultate të jashtëzakonshme që unë njoh, sepse unë fati më ka çuar që të kem edhe student me aftësi të kufizuar. Dhe ta them me një garanci tepër të plotë. Kanë qenë shumë herë më të mirë se studentët të cilët kanë pasur gjitha mundësitë për të studiuar më rregullisht, më lehtësisht. Sigurisht që po, dhe nga kategoria jonë ka shumë persona për shembull që kanë punuar në profesione të ndryshme apo që janë arsimuar mjaft mirë, domethënë. Siç kemi shembull për shembull pas nga kategoria e të verbërve, shembull të mirë kemi motrat Shalari, Blerina, e cila është një doktorante për muzikë, kemi shumë persona të tjerë, po siç thash edhe në profesione të tjera, për shembull që kanë arritur të arsimohen, një arsimim të plot, edhe janë licencuar për shembull për avokati apo në psikologji e tjerë. Duhet të qëndroj një fakt tjetër. A ka burokraci për çështje dokumenta, sepse dihet që shpirtin shqiptarëve dokumentat janë. Sidomos dhe një procedurë shumë të vështirë që unë shoh zonja, zotrinj, të cilat mundohen të rinovojnë dokumentacionet për pensionet e invaliditetit apo të kempeve etj. Dhe detyrohen që të hasin një sër burokracisht. Po, ke shumë të drejtë, ka vështirësi për dokumentacionin. Një fenomen që është vërtet negativ, që po ndodh këto vitet e fundit, siç që shërbimi për shembull biopsikosocial që u vendos një shërbim projekt pilot, gjë e cila u krijua në ligj. Ai hasi vërtet problematika, pa I ndryshuar gjendja fizike e personit, ai I ul në kategori.
thjesht për shkak të ligjit, për emërtimit të ligjit, nga 2 kategori i bëri 4 dhe ti nuk përfiton më tek kategoria e dytë, po të shkon tek kategoria e tretë. Por kjo do të thotë që të ul pagesat. Pagesat Ka abuzime në pagesa? Marrin njerëz kot? atë nuk e di, po edhe po ka. Po themi në Shqipëri jetojmë, shqiptarë jemi. Nuk duhet të vënë siklet? Jo, nuk dëgjojmë. Jo, për mua nuk është fare siklet, Se madje me 3 biznese e do dhe në kem njëri. Madje për mua un jam i idesë për shkakun që listat të pastrohen, jo vetëm për aftësinë e kufizuar, si për çdo gjë, se ti ke edhe për abuzime edhe në ndihmën ekonomike, mos klasi pastaj po. Po për mendimin tim unë nuk kam ndonjë lloj problematike nga kjo lloj gjëje. Unë përkundrazi them që listat pastrohen edhe ajo që ngelet për shembull ta përfitojnë ata që kanë vërtet nevojë. Nevojë. Është e vërtetë. Ja, ky është një apel që do të ndodhi. Pra, të mos marrin 500 veta kot, po le të marrin ata 50 veta që e meritojnë. Edhe një fenomen i çuditshëm me shqiptarët që ndodh për shembull që mania e tyre, sikur ka dalë mod, domethënë, o duhet të kem ndihmë ekonomike, duhet të kem edhe një person trajtohet me kemplet themi. E di pse? Se shqiptarët pothuajse të gjithë kanë makina dhe të gjithë duan që të shmangin taksat e makinave. Nëse, gjithsesi, një element tjetër që është po aq i rëndësishëm që në optikën e gjithë komunikimeve që kanë pasur me persona me aftësi të kufizuar, është edhe kombesimi i energjisë elektrike. Ndodh sot kombesimi i energjisë elektrike? Kombesimi i energjisë elektrike ndodh, po jo në vlerën e duhur. Ka qenë një ligj i mëparshëm para vitit, le të themi më saktë, para shfuqëzimit të ligjit të mëparshëm që ka qenë 8 marsi 2012-s, më parë ka qenë për shembull që personat me aftësi të kufizuar pagonin 20% të kostos së energjisë elektrike. Pra, nëse ti e supozojmë se harxhoje po e them 50.000 lekë, ti bie të paguaje 10.000 lekë. Çka do të thotë kjo? Personat me aftësi të kufizuar nuk janë në gjendje për shkakun që të shkojnë siç kemi ne zonat e ftohta që të shkojnë të marrin dru, të presin dru etj, po është një vërtet operative për ngrohje. Po prapë është vërtet një lehtësi për shkak për këtë lloj personash. Ti imagjinosh tani kohët kanë ndryshuar dhe nuk mundet do t'i bëj një person normal, po jo vetëm nuk mundet do t'i bëj një person normal, jo personi me aftësi të kufizuar këtë lloj gjërash. Po edhe ngrohja kushton, ju e dini shumë mirë, për shkak se sa kushtojnë ngrohja për drumë po gaz etj. Vetëm kepet tuaja nuk e rritur, të gjitha gjërat e tjera. Të falenderoj shumë. Edhe kjo është vërtet një problematik, sepse siç ishte më para ligji për shkak 20% e faturës që paguante personi, ishte një lehtësi e madhe dhe ajo bëshe në mënyrë automatike. Ka gjasa që të bëhet prapë? Nëse do ketë vullnet? Nëse do ketë vullnet, asgjë s'është e pamundur, asgjë s'mund ta pengoj. Asnjë gjë nuk mund ta pengoj përveç se dëshirës mirë politikës për shkak që nëse do ishin hequr dy këstet e fundit të Qukush që Ploçës, mund të kompensoheshin. Atë gjë nuk e di unë se ndoshta mos del për shkak për 10 vite të ardhshme po. Okej. Ka edhe elemente të tjera. Për shembull, ka një VKM për sa i përket kompensimit të tarifës telefonike apo jo? Sepse janë disa gjëra që unë po jo gjithë i njohin. Të falenderoj shumë. Unë këtë e kam studiuar veçanërisht shumë dhe aty është një VKM për shkak që thuhet personat me aftësi të kufizuar marrin 10.000 lekë të vjetra për përdorimin e telefonisë fikse. Por ç'a ndodh? Telefonia fikse aty është dhënë kompania me kushtëzim. Pra me kushtëzim do të thotë që ti monopol, i jepet vetëm një kompani. Ti do të thotë për shembull që ti nëse ke për shembull kontratë me Arp Telekomin, ti mund ta përfitosh këtë kompensim. Nëse ti nuk e ke kontratën me Arp Telekomin, ti nuk e përfiton dot këtë kompensim. Tash kohët kanë ndryshuar, teknologjia ka ndryshuar. Çdo gjë edhe vetë Arp Telekomi nuk ekziston më,
se më parë ishte për shembull ka qenë që jepshe disa impulse ose minuta të caktuara që këta persona mund të flisnin etj etj. Por unë mendoj për shembull që meqense kohët kanë ndryshuar dhe nuk është më ajo merre receptorin të telefonit fiks ti do bësh alo. Tani mjafton që ti e jep atë për komunikim, për lehtësi komunikimi dhe pagesa duhet të përfitohet. Po pavarësisht se është shumë e vogël. Ata nuk e u japin si pagesë, çfarë? Jo, është kushtëzimi i kontratës së Telekomit dhe nuk e përfiton askush. Për shembull, e përshëndesim dhe kompaninë dhe qeverinë në rast. Përfiton askush për të mos thënë 5% e personave me aftësi të kufizuar. Nga 95% jo. Duhet që ndërë pak tek transporti, sepse është po ashtu aq edhe i vështirë. Nuk flas për shumë në Pogradec konkretisht. Po flas sepse Pogradeci aq qytet është, nëse e marrim në këtë pjesë. Transporti interurban besoj që është më i rëndësishëm në fakt në rajonin ku jemi apo dhe në kryeqytet më tepër. A ka skema lehtësuese për sa i përket transportit për personat me aftësi kufizuar? Po ligji është, të themi prap ligjin e kemi shumë të mirë. Përveç transportit në qytetin e Tiranës që është i rregulluar me forcë nga të gjitha kategoritë, qoftë nga invaliditeti e punës, qoftë nga shoqata e të verbër, qoftë shoqata paraplegjike. Në Tiranë, autobusat e linjës brenda qytetit atje funksionon. Në qytetet e tjera njëherë bien e njëherë ngrihen edhe në shumicën e qyteteve nuk funksionon. E di për çfarë flasim? Nuk po ta them ty se ti e di, për ata që na ndjekin. Ne flasim për një kategori e cila nuk e do transportin për luks, jo se ata të rinjtë dhe ato të reja jo, absolutisht, që e përdorin transportin për xhiro nëpër qytet. Absolutisht, ata të shkretit nuk kanë edhe mundësi të dalin, edhe njëherë kur dalin kanë kostot shumë herë më të minimumi për të shkuar për të marrë një recetë tek mjeku, minimumi për të bërë një vizitë, shumë herë më të kosto më të larta e më të shumë fishuara për shkak se sa kategoria tjetër. Po pra, nuk janë shpenzime që ikin për luks. Janë shpenzime që flasin për domosdoshmërisht, ajo që ne diskutuam në krye të herës dhe nuk e di se si do të shihet. Ka një problem tjetër, nëse do kthehemi prapë tek pagesat e personave me aftësi të kufizuar dhe pagesat e shoqëruesve të tyre apo kujdestarëve të tyre sot jepen të ndryshme apo jo? Po, jepen të ndryshme, dy buxhete të ndara. Po, sigurisht. Po. Vetëm ky fenomen është tamam tipik shqiptar, që sepse është vënë re për shkakun që se ju personat me aftësi të kufizuar vetëm ankoheni ndaj qeverisë, vetëm kështu. Por nuk është çështja vetëm faktori ekonomik. Mjafton për shkakun që pagesat e aftësisë kufizuar ndahen në dy bordero. Vetëm në Shqipëri ndodh kjo gjë për shkak që ndahen në dy bordero. Nuk e di pse, sepse ndoshta kanë pasur idenë për shkak që ata kujdestarët siç u përfol për shkak që do të njihen sigurime shoqërore, do njihen si të vetë punësuar etj. Por mund të kesh për shkak kujdestar të vetë punësuar përveç se familjarët dhe dëshirës apo hallit apo nuk e di se si mund ta përshkruaj, që të rrime me të rri i punësuar për shkak me 120.000 lekë? Absolutisht jo. As me orë të kufizuar, as me 2 apo 3 orë nuk mundet. 120 lekë? Po në muaj. Për një person që duhet kujdeset për një person me aftësi kufizuar? Po. 4.000 lekë dita. Po le të marrin të provojnë 4.000 lekë dita. A mundet të gjesh ti një punëtor sot me 4.000 lekë dita? Le të provojnë të marrin një dado për fëmijët e tyre. Absolutisht. Absolutisht jo. Se 4.000 lekë dita, a mundet? Absolutisht. Është fatale. Dhe ndoshta për shembull këto tani ti jep për personat me aftësi të kufizuar, pagesën e personave me aftësi të kufizuar dhe ndan kujdestari veç, personi me aftësi të kufizuar veç apo rrezik si nuk kanë futur dhe rimbursimin e energjisë elektrike, bordero tjetër. E të bashkë. Dhe Kosova i ka për shembull në një bordero. Në një bordero, është pagesë për aftësinë e kufizuar dhe i merr të gjitha. Jepet vetë personit që i kalojmë personit që është në aftësi. Edhe ai e zgjedh vetë kë mund marrë. Po.
Sepse ky ta bën kushtëzuar do zgjedhësh një që në fillim thotë edhe Po, si kontratar e Telekomit. Okej. A paguan taksa një person me të kufizuar? Kjo është bërë vërtet një interpretim ligjor, për shkakun sepse në fillimisht siç është hartuar, për shkak po e supozojmë, statuti i personave të verbër, për shkak që rreth vit 1997 atje thuaj për shkak që përjashtohet nga taksat e drejtë për drejta. Po çka do të thotë taksat e drejtë për drejta? Tash këta me emërtimin taks apo tarif kanë ndryshuar nocionin ose emërtimin. Nuk kapen për shkakun sepse kjo është taks apo tarif, luajnë me fjalën, taks apo tarif. E kupton? Pavarësisht se ajo ti e emërton taks apo e emërton tarif, ajo është taks e drejtë për drejtë për një person me aftësi të kufizuar. Dhe me këtë fjalë për shkakun nuk është taks, po është tarif. Shumë persona digjen nga kjo lloj gjëje dhe nuk I përfitojnë taksat. Nuk të qartë. A ka në Shqipëri programe në kuadër të Ministrisë së Arsimit apo më tej edhe përsa i përket organizatave të ndryshme për shtatshmërinë e base teknologjisë, aplikacioneve për të pasur lehtësira për personat me aftësi të kufizuar? Për shembull, e kuptoj. Mënyra se si lexohet një libër. Për shembull, po flasim për kategorinë e personave të verbër, programet janë shtuar mjaft në botë po flasim. Janë shtuar mjaft qoftë për përshtatjen tek iPhone-i, për kompjutrat, për përdorimin e Windows-it, që përdoret paktën në Shqipëri dhe Europë. Apo edhe për telefonat të tjerë, po çfarë ndodh? Ne nuk kemi sintezë vokale në gjuhën shqipe. Që do thotë çfarë është sinteza vokale? Sinteza vokale zë të përshtatshëm në gjuhën shqipe, për shkakun që nëse ti shkruan, për shkakun po e supozojmë, nuk e di se s'po më vin. S'ka problem. Ju e përdorni telefonin e sipër? Po, sigurisht. Nëse çfarë gjuhë e përdor telefon? Unë më shqip, domethënë unë përdor sintezën vokale italiane. Po supozojmë se po marrim ka të përshtatur në Shqipëri, në gjuhën shqipe. Jo, po marrim emrin e kryeministrit, Edi Rama. Nëse ti e përdor me sintezën vokale anglisht, ai ta lexon Edi Ram, ta lexon. Dhe nuk ta përshtat për shkakun në gjuhën shqipe. Dhe më e afërt dhe më e ngjashme është për shembull sinteza vokale italiane. Kush duhet ta bëj sintezën e zërit në gjuhën shqipe? Pak për pajisje teknologjike, sepse tham edhe një, nuk është një gjë që nuk është një program. Po. Fal, vetëm kjo gjë, në App Store dhe në Play Store po hyre, gjen me mijëra dhe qindra lojra. E di. Është të mërshme. Dhe nuk gjeke dot një program që të flasim për shembull për shtetet e rajonit, se s'dua t'i marr prap si shembull shtetet europiane, se janë vite dritë larg nesh edhe do jenë vazhdimisht. Edhe pas 2030-s, po. Po marrim shtetet e rajonit, për shembull Maqedonia e Veriut pati një iniciativë duke bërë një sintezë vokale të quajtur HANA. Dhe atje bëri Ministria e Inovacionit, e Arsimit dhe Inovacionit. Tani sipas komunikimeve në për shokët tanë që kemi folur për shembull, të njëjtën gjë po bën edhe Kosova. Ndërkohë që duhet ishte kundërta, duhet ishte udhëheqëse për gjithë emigrantët dhe diasporën për shembull, duhet ishte udhëheqëse Shqipëria. Që të bënte një elekuencë, jo vetëm standarde, të gjuhë standarde, por edhe dialektore. Po të shikosh Serbin ose Kroacin, ato kanë të dyja llojet e shkrimeve, edhe shkrimi cirilik edhe latin, për shembull, atje për leximin e sintezave vokale. Çudim më vjen që, okay, nuk po e bën shteti, po s'po e bën një organizatë, s'po e bën dikush që merr fonde.
Drejt ai kur vjedhin aq shumë fonde nëpërmjet organizatave. Nuk ju ka shkuar në mend. Si ka shkuar në mend që vjedhin Ndoshta edhe një gjë. ndoshta është dhe faji jon për shkakun që nuk jemi bërë fair, ndoshta nuk kemi ditur se si t'ja u të çojmë këtë lloj informacioni. Ndoshta nuk na kanë përfillur se thon po të lexojmë pastaj do t'i kuptojmë hilet e tyre. Okay. Gjithsesi Po që Zoti bëf mirë them. vërtet është keq për shkakun se duke parë dhe shtete të tjera për shkakun në siç i quajmë ne të botës së tretë apo edhe në shtetet afrikane të thash që kanë jo vetëm për gjuhën e tyre të posaçme, por edhe dialektore. Do të qëndroj pak te personat e verbër. Në qoftë se ne dy shkojmë tani tek një librari në Pogradec, gjejmë dot një libër që mund të aksesohet nga një person i verbër? Jo vetëm në Pogradec, po unë kam përshtypjen se nuk e gjen as tek biblioteka kombëtare në Tiranë. Të fala shpive botuese atëre. Vetja gjë prap do të marr si shembull për shembull në Kosovë që kanë shtypur librat fetar për shembull në shkrimin braille apo kanë bërë stenda të përshtatura në shkrimin braille apo tjetër. Për të zgjedhur libra të ndryshëm. Në Shqipëri nuk ka një iniciativë të tillë. Se mirë jemi drejt fundit dhe unë mendoj që një mesazh mund të shkojë dhe mund të vlejë sot nga ana juaj tek publiku, tek institucionet, tek organizatat, mbase po di unë, edhe qoftë edhe tek një biznesmen i cili mund të ketë një forcë për të ndryshuar një gjë sado të vogël që mund të jetë, ëh. Të falenderoj shumë, unë nuk dua të ngarkoj individ të caktuar pavarësisht se nuk është asnjë gjë ndoshta për një biznesmen siç mund ta thuash ti, për personat me aftësi të kufizuar, qoftë për t'i ndihmuar, qoftë për t'i ndihmuar në mas, po ezem siç ishte rasti i sintezës vokale të përshtatur në gjuhën shqipe etj. Po, unë një apel i bëj institucioneve shqiptare që sipas ligjeve përkatëse mjafton të zbatohen ato dhe çdo gjë mundet të rregullohet jeta e këtyre personave dhe nuk do të jenë barë më për shembull për familjarët e tyre. Ti imagjinosh nënat e tyre për shembull që ju rrin 24 orë një personi për shembull që kanë me një fëmijë për shembull që mund të jetë me autizëm apo një person që ka një aftësi tjetër që ajo nën ose ai baba, po përgjithsisht nënat që janë më të duruar, ato nuk ka kush t'i zvendçoj askush, as 24 orë në shtat, ato janë gjithmonë. Dhe për këto nuk kujdeset dhe nuk kujtohet fare shteti për shkak për t'ju paguar qoftë edhe sigurimet shoqërore, se nesër pas nesër ato do jenë në prag pensioni ose në pension etj. Por jeta e tyre ka qenë e ndërvarur thjesht për t'u shërbyer këtyre fëmijëve të tyre fatkeqësisht. Ndjej në fakt një trishtim personal që nuk kam mundur që gjatë punës time të jap më shumë zë kategorisë personave me aftësi të kufizuar. Dhe shpresoj që edhe vetë të nis nga ky reflektim. Mbase duhet të kem hapësira më shumë, mund të lidhe 2-3 emisione ku flasim për llogje politike. Edhe mund ta përshtasim vetëm për temë. Ju jeni njëri vërtet i veçantë, ju keni një ndjeshmëri të madhe dhe të shtuar për ndaj personave si të kufizuar. Fakti që unë në këtë emision unë ndjeva shumë mirë, unë ndjeva vërtet i hapur dhe fola lirshëm fare, sepse e bët ju të thjesht këtë emision. Fakti është në nderin e kënaqësinë time. Edhe po të them publikisht, unë gjatë publikisht që them, nuk di të them privatisht, do mbase mbetet një nga emisionet më të bukura të mia. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë sa i mirë.
Të nderuar miq, sot kisha në studio Sajmir Mekollin, koordinatorin për personat me aftësi të kufizuar pranë drejtorisë së shërbimit social në Bashkinë e Progredesit. Në fakt, u njohëm më tepër me të gjithë atë kalvar mundimesh të cilët hasin sot personat me aftësi të kufizuar, persona të cilët nuk mund të jenë të barabartë me shërbime pikërisht për shkak të burokracive, mos vëmendjes së duhur të institucioneve, por nga ana tjetër edhe vetë kujdesit të pakët dhe vëmendjes së pakët të institucioneve në kundrejt kësaj kategorie. Gjithsesi, shpresojmë që ky emision të reflektojë sadopak, qoftë në institucionet lokale, qoftë në institucionet qendrore, mbasi mund të jetë edhe një augur i mirë për ato të drejta të cilat i kanë, por duhen zbatuar nga ana e personave me aftësi të kufizuar. Kështu që unë po ju le takim në podcastin e radhës, deri atëherë ju uroj të jeni mirë.